21 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime, konstatoj se kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić, nën kryetor të kuvendit të Republikës Kosovës nga rollat e deputetëve të komunitetit sërb. Është zgjedh nënkryetari i fundit, pra zoti Nenad Rashić. Pra është lajm i mirë sepse nuk e kemi në kryesinë e kuvendit më një përfaqësues që nuk e pranon Republikën e Kosovës, por e lufton në vazhdimsi atë. Još jednom se pokazalo da pravo i pravda ne postoje. Danas nije završeno konstituisanje sednice Skupštine i nemojte da vas lažu. Qëndrimi jonë ka qenë i qartë. Ne kemi vendosur për të gjithë njëjtë, sepse për ndryshe i bie pikërisht me ron Grockën Albin Kurtit që i ndon serbët sipas lojaliteteve ndaj tij. Ne votuam për Nenad Rashićin sot sepse aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dhënë një interpretim të cilin ne nuk e kishim më parë dhe sipas asaj që ne kemi kuptuar, ai ka të drejtë që të zgjedhet si nënkryetar dhe përfaqësues i komunitetit serb.